Mirdita. Kaluar mbi 3 javë dhe Altin Troplini nuk ka dhënë asnjë përgjigje. Për njoftimin që u bë klanit apo kartelit më të rrezikshëm në Europë, njoftimi i cili u siguroi atyre lirinë dhe largimin. Altin Troplini mbajti por rreth 3 javë në xhep mandatin ndërkombëtar të arrestit të bosëve të kartelit të vetëm në Europë që disponon port dhe e ekzekutoi atë ditë mbasi bosët e kartelit ishin njoftuar dhe kaluar në fshehtësi narrati. Çdo ditë që kalon fakton se Altin Troplini është i bashkëpunëtor në krim me kartelin më të rrezikshëm të drogës në Europë. Gjersot, shqiptarët nuk kanë asnjë shpjegim. U përpoq të implikoj antimafjen italiane, u përpoq të implikoj DEA-n amerikane. Por një gjë kanë të qartë shqiptarët, se kur as antimafja italiane, as DEA amerikane nuk njoftuan, nuk kanë njoftuar bosët e kartelit më të fuqishëm në Europë të drogës, Troplin për të larguar nga Shqipëria. Gjersot nuk ka vetëm mashtrimet, trillimet e tij, por përpjekjet e tij për të fshehur pas DEA-s dhe pas antimafjes. Në një kohë kur njoftimi është direkt vepër atij që mbante në xhep mandat arrestin dhe nuk e ekzekutonte. Gjersa ata të përfundonin në vend në fshehur dhe të sigurt. Sigurisht, duke qenë një klan i lidhur kryekput me qeverinë, Troplinin prokurorin ndjehet i mbrojtur, por e garantoj se ky problem do të bëhet sa kombëtar aq dhe ndërkombëtar. Dhe nuk do mund ta kapërcej me dëshmitar të rrem si Alfred Shehu, siç bëri para medias, që e thirri shpejt e shpejt në ndihmë dhe u detyrua të mbrojë ato që kishte thënë 2 minuta më parë. Njoftimi i kreut të klanit të kartelit më të fuqishëm të drogës në Shqipëri dhe largimi i tij, pasi ai drejtoi fushatën elektorale të Partisë Krimit në Durrës, dëshmon se Altin Troplini ishte në këtë fushat thjesht një ushtar i botës krimit, i karteleve të drogës dhe Edi Rams.
këtu para ju çdo paraqes. Përveç se të dhëna flagrante nga qendrat e votimit, të akteve antiligjore, që dëshmojnë se zgjedhjet ishin një farsë fundëkrye elektorale dhe jo një proces zgjedhor. Do paraqes kërcënime që u bën komisionerëve në qendrat e votimit, por do paraqes prap një akt tjetër, se si Altin Toplini flen mbi dosjet e krimit, se si i akuzuarin nga Nureddin Dumani, krenar Guçe, si oficeri ndërlidhës i bandës, bashkëpunëtor i bandës, si pas dëshmisë së Nureddin Dumani, emërohet zëvendësdrejtor i policisë të qarkun e Elbasanit për të shpërblyer për aktivitetet e këtij kriminale elektoral, për lidhjet e tij me kartelin e Suel Çels dhe banda të tjera. Këto janë njoftime në media, të cilat datojnë 6 shkurt 2025. Nureddin Dumani nxjerr emrin e një tjetër oficeri policie si bashkëpunëtor të krimit. Gjatë procesit gjyqësor me dyert të mbyllura, i pandehur i drejtësisë Nureddin Dumani ka përmendur emrin e një oficeri policie të cilin akuzon si bashkëpunëtor të krimit. Vazhdoj. Dumani ka deklaruar se oficeri me inicialet KG krenar Guçe. Dumani ka deklaruar se oficeri me inicialet KG informon të krenar Guçe informon të antarët e grupeve kriminale për lëvizje të objektivave. Ai ka specifikuar se krenar Guçe njoftonte Enrik Hoxhajin, një antar i grupit kriminal i cili më pas përcillte informacionin atij, Nureddinit. Njoftonte për lëvizjen e Elton Kilës, një nga detyrat më kryesore të oficerëve kriminal në radhë të policisë është të survejojnë dhe të ndjekin rivalët e bandave. Elton Kiles, Oltit dhe më pas Henrik Hoxhaj më informon të mua për lëvizjet e Shënjestrës. Tani në bas ka mundësi që ky Kilet këtë pseudonimin Shënjestra. Mësohet këtë thënë Dumani në dëshminë e tij, raporton gazetarja Top Channelit Anila Hoxha. Tani, kur unë pak kaloj këtë jo, shif ma poshtë çfarë vjen pasaj hiqe këtë të shif kur çfarë vjen, cila është sekuenca që vjen pas jo, kaloj edhe një atë ku ishe tek maja, shumë mirë. Pra, në mënyrë të përsëritur, kam deklaruar se balos të krimit në prokurorinë speciale flen mbi dosje krimi. A mund të imagjinoni ju? Sot, kryetari i partisë dytë më të madhe opozitare, Ilir Meta, mbahet në burg dhe me urdhër të Edi Ramës i hiqet e drejta aktivitetit fizik ping-pong për 10 ditë se ka fol në telefon basor stet. Një gjoni gjerë ku shkon urrejtja e njeriu që nga mjezi gjerëndark
ushqet me urrejtjen e tij shpirtërore që kultivon. Pra, Ilir Meta mbahet në qeli pa asnjë fakt penal. Absolutisht pa asnjë fakt penal. Dhe zgjatët për herë të dytë hetimi dhe ndëshkohet në qeli, kurse krenar Guçe, ndërmjetësi i Nureddin Dumanit, i ngarkuar për të ndjekë dhe për të informuar Nureddinin për lëvizjen e bandave të antarëve të bandës Qykik rivale, lartësohet në zëvendësdrejtor dhe nuk arrestohet nga Altin Troplini, se nuk duhet të fyrim emrin Dumani me Dumanin më. Dumanin do e quajmë Altin Troplini. A mund të imagjinoni ju një drejtësi të tillë? Ky është rasti më flagrant i bashkëpunimit të Dumanit me krimin. Sepse Guçe paguan Dumanit aq sa ju nuk e merrni me mend. Dëshmia e Dumanit për krenar Guçën nuk pas ka vlerë, ndërkohë kur dëshmia për çdo person tjetër që i intereson Altin Troplinit ka vlerë. Ja pra dyftyrësia e një kriminali që paguhet 7.000 euro për të mbrojtur kriminal, si krenar Guçe, apo Bos Troplini. Tjetër. Tek farsa elektorale. Votimi e patju, ishte pa ishur me 2 fletë votimi. Pra, edhe një kthe. Votues me 2 fletë votimi. Vazhdo. Ingjinieri sa tan jam shumë i gjallë eksperienci në këtë ashtu. Ti nuk e kontrollon dot. E do vetëm në mënyrë për ta bërë shërbim. Ti më po si do të sjellë të dalë të sjellë kodin aty. Ditën që kurrieri do të raportojë, do të shtonë të vi filan. Është shumë më kushtues se Amazon ka pas sistem të brendshëm. Ingjinieri sa tan jam shumë i gjallë eksperienci në këtë ashtu. Ti nuk e kontrollon dot. E do vetëm në mënyrë për ta bërë shërbim. Ti më po si do të sjellë të dalë të sjellë kodin aty. Ditën që kurrieri do të raportojë, do të shtonë të vi filan. Është shumë më se Amazon ka pas sistem të brendshëm. Ravolja. E pat besoj. Edhe njerë poshtë dhe fundit. Ingjinieri sa tan jam shumë i gjallë eksperienci në këtë ashtu. Ti
Ti nuk e kontrollon data. E kupton, vetëm mënyrë për ta bërë që ti ke shpion. Ti me kod cilësitë të hebreëve, të cilët e kodin aty, ditën që kurrieri do të raportojë, do të bëjë shtonë të vit filan ditë filan. Është shumë më kushtues se Ja. Pra, një bandit që futet edhe njerë, Amazoni ka pas sistem të brendshëm. ja, e pat besoj. Filan ditë filan. Është shumë më kushtues se Amazoni ka pas sistem të brendshëm. Me gisht revolje. Vazhdo. Këtu tani, kemi një gjë tepër të veçantë. Është qendra votimit të Burgut. Kjo është qendra votimit të Burgut të Elbasanit. Në të cilën Sara Mile, famozja Sara Mile, është njeriu më i adhuruar në Burgun e Elbasanit. A mund të imagjinoni ju, nga 102 votat vlefshme e adhuruara pafundësisht Sara Mile merr 92 vota. Sepse Burgun e kontrollon totalisht ata që kontrollojnë Uluziun dhe Uluziun e kontrollojnë vetëm bandat. Shikoni, Princesha e Burgut Sara Mile. Çfarë ti themi? Princesha e Burgut. Po Osman, s'kel që thur. Kurse Shullazi, Uluziu i ngarkoi Shullazit 313. Dhe Shullazi nën terror ka detyruar. Emiliano ka detyruar Mili Partis të burgose 313 të votojnë për kandidatin e partisë. Ja pra, këto ishin zgjedhjet. Farsa, urdhoni. Princesha e Burgut. Si të shifni, në çdo aspekt, farsa nga alfa tek omega, procesi ishte fars dhe vetëm fars. Po, urdhoni. Osman Stefan Nusnës Dekada, kam dy pyetje. Ditën e djeshme është publikuar një lajm në lidhje me kryebashkiakun e Shkodrës, Benet Beci, i cili prej tetorit thuhet në një dokument publikuar është në ndjekje, pra është marrësi i pandehur nga SPAK, por që lajmi nuk është publikuar pra asnjëherë përpara zgjedhjeve. A keni ju dieni në lidhje pra konkretisht me këtë veprim që ka ndërmarrë SPAK-u ndaj tij, apo edhe ju dje keni mësuar? Sigurisht që lajmi u mbajti fshet nga fillimisht Arben Kraja, që është bashkhajdut në këtë rast, bëri gjithçka që kjo çështje mos mbyllej, por kjo çështje ishte shumë evidente. Mund të them se e kam denoncuar si fakt në mënyrë të përsëritur. Por ajo çka është e vërtet për Becin
përdoret si limoni shtrydhur dhe flakët. Vodhen zbashku me të dhe e flakin tani. Kjo është e vërteta, sepse kujtohet ty profesorët e Harvardit, i patën botuar mediat, dhe tha, po mira ata marrin kaq, po ne dy çfarë do marrim, pyeti Beci. Ne që si jemi të Harvardit, tha, çfarë mbetet për ne? Njëri nga ato. Dhe pyetja e dytë, Agron Shehaj ka deklaruar së fundmi, zoti Berisha, se opozita, partitë opozitare do duhet që të dalin me një kandidat jo politik në zgjedhjet lokale për Bashkinë e Tiranës. A e mbështesni ju këtë propozim të tij për të bërë gjithë pra partitë opozitare në një koalicion të vetëm, por me një kandidat i cili të mos ketë profil politik? Që për dalë partitë opozitare me një kandidat, këte e mbështes plotësisht. Por që të pretendohet të zgjidhet kryetari i bashkisë kryeqytetit një njeri jo politik, këte nuk kam dëgjuar ndonjëherë. Një gjë të tillë nuk kam dëgjuar. Sepse ai të paktën do të ketë një program në të cilin çmonton të gjithë batërdin që bazuar në politikën e narkoshtetit u bën në Tiranë. Nuk di se ç'nën kuptohet me kandidat apolitik. Nuk e kam shumë qartë, po për një kandidat nga të përbashkët, plotësisht e drejtë, si sugjerim. Së fundmi në mediat amerikane është botuar një lajm ku thuhet se është rihapur çështja për ish agentin e lartë të FBI-s Charles Megonigal. Sa rrezikon kriju i qeverisë shqiptare Edi Rama, i cili përmendet se takon hetimeve më herët, dhe meqense ju denoncuat SPAK-un, cili është roli i SPAK-ut dhe çfarë po bën SPAK-u se takon kësaj çështje denoncuar nga përfaqësues të opozitës? Faleminderit. Dosja me Gonigal është një akt akuzë rënd për Edi Ramën dhe Altin Troplinin. Autoritetet amerikane, drejtësia e tyre pasi e dënoi të korruptuarin me Gonigal me 2.4 vite burg për dosjen me Edi Ramën, ka hap prap çështjen e tij, duke aluduar shumë mundësi sa ishte një spiun rus, një spiun i një vendi tjetër. E vërteta është që gjithë aktiviteti i Mek Gonigal në Shqipëri me Edi Ramën lidhet me kompanitë e Deripaskës, me kompanitë ruse. Kjo është e vërteta. Por Mek Gonigal ka patur një veprimtari të gjerë dhe të fuqishme, për të cilat Altin Troplini ka heshtur në krim. Mek Gonigal në Shqipëri, sipas dokumentave të drejtësisë amerikane, dosje të cilën Altin Troplini nuk e mori ndonjëherë, megjithse është ka padi në SPAK për këtë çështje, tregohet se mori nga zyra e Edi Ramës dokumentat për cilat u shpërblye për të punuar kundër opozitës dhe shpërblimin për 225.000 euro. Mek Gonigal ka arrit gjeratysa të emroj në funksionet e tij të angazhoj një prokuror amerikan për hetimin e dokrave të Tomdoshit, e trillimeve të Edi Ramës dhe Tomdoshit. Se gjoja, çfarë thot, Durimbami
i nxitur nga Ilir Meta ka dash të ekzekutoj Tom Doshin. Dhe takimi është bërë në një hotel në Vjenë. Dhe Edi Rama ka nisë ministrë e drejtësisë. Po janë dokumentuar, janë faktuara këto. Dhe pas 4 orë pyetje, imagjinoni ju Dyrimbamin tash. Dhe në fund, prokurori amerikan konkludon se ky person nga fjala e parë tek e fundit gënjen. S'ka asgjë të vërtetë në tregimin e tij. Po ama, aeroplani i posaçëm u vu në dispozicion. Dhe në Vjenë u shkuar me aeroplan të posaçëm të paguar nga i famshmi Duçka. €225.000 është vetëm shuma në monedhë, po in kind është 10 herë më e madhe. Ju e dini që licenca ju ndryshua. Ju mua një kompani ruse dhe ju dha kompanisë Deripaskës licenca e naftës. Me Gonigal në Shqipëri si pas dëshmive të biznismenëve guximtar është përpjekur të verë gjoba milionëshe, duke u marrë përsipër atyre t'i heq nga blacklista apo se janë në blacklist pa qenë në blacklist. Me Gonigal është sjellur në mënyrën më të shfrenuar në hotele dhe në lokale, është shpallë qytetarë nderi Turpi Mbuloft, Damian Gjiknurin, Edi Rame dhe Reç Biberin, që shpallën një armik të Shteteve të Bashkuara qytetarë nderi në Tropoj, dhe faktikisht dosja shqiptare me Gonigalit është ndër më të pasurat. Por atë e manë në sirtar Altin Troplini, i cili nuk ka lvizur qovë dhe një fije. I kam deklaru dhe i deklaroj Edi Ramës se 2 gjëra nuk do t'i ndahen gjerdit në fundit të jetës tij. 2 gjëra. E para, djegësi i Tiranës. E dyta, me Gonigal. Pastaj është një listë e tërë mrapa. Zoti Berisha, Daniela Maloku, Report TV. Unë do të vijoj të shëndroj tek, po themi, oborri i Partisë Demokratike, tek problemet, tek oborri i Partisë Demokratike, tek problemet e Partisë Demokratike, apo shasja që kjo e fundit ka në drejtim të vërtetimit të farsës elektorale. Që prej përfundimit të zgjedhjeve zoti Berisha dhe deri në këto momente, i vetmi njeri që keni mbajtur konferenca për mediat për të faktuar farsën elektorale, jeni ju, dhe asnjë përfaqësues tjetër i lartë i Partisë Demokratike nuk ka mbajtur konferenca, qoftë edhe drejtuesit politik për të faktuar në qarqe të saktuara problematikat që ata kanë hasur. Është kjo një zgjedhje apo Sali Berisha është braktisur në këtë betejë për vërtetimin e farsës elektorale? Përfaqësues të Partisë Demokratike janë çdo natë në ato media që i ftojnë. Se ka media që nuk i ftojnë. Të kanë qenë, pa përjashtim, mos të jap listën, kanë qenë në të gjitha emisionet që janë ftuar. Kurse, tani kjo të them, kanë qenë në të gjitha mediat që janë ftuar. Ashtu, jo, tjetër gjë, nuk është tjetër gjë. Konferenca e shtypit
është e kryetarit dhe paraqet këtu tërësin e prova e fakteve të farsë elektorale. Pra, me respekt ndaj qytetarëve, ndaj medjave, përfshi dhe ju. Tjetër punë se një ditë kërkon ku janë dhanat e trenit bulgar, ditën tjetër ti mungon. Duke ndjekur një tjetër proces. Dhe mbetesh ta shohësh në media. Isha në KQZ. Këto janë. E rëndësishme është që këtu po bëhet zbërthimi me fakte, dokumenta zyrtare i farsës së turpshme të 11 maj 2025. Më vjen mirë që i pas ka munguar konferencave, por kam qenë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të ndjekur edhe atje. Qenë me mungesën tënde gjithmonë. Ndërkohë duhet ndalem në një tjetër çështje. Për pak muaj pritet edhe përfundimi i dënimit të deputetit demokrat Ervin Saliani. A ka menduar Partia Demokratike cili mbase do t'ishte shpërblimi politik për këtë të fundit, cili do t'jetë pozicioni që zoti Saliani do të mbajë në selin e Partisë Demokratike? Pozicion beteje. Pozicioni i zotit Saliani do t'jetë pozicion beteje. Zotë Berisha, pavarësisht denoncimeve tuaja, kryeministri ka zgjedhur të heshtë, nuk ka bërë asnjë reagim, ndërkohë që vazhdon agjendën private, siç raportojnë mediat, ndodhet në New York në dasmën e Alex Soros, për të rikthyer në trajnim në deputetëve të rinj të Partisë Socialiste. Si e komentoni heshtjen e tij? Është i gozhduar dhe çdo ditë do gozhdohet më shumë. Do me thënë, largimi i tij i përkohshëm, por atje shkoj dhe atje gjën një zjarr të ndezur. Gjën aferën me Gonigal të hapur, në një kohë kur ky është personazh kryesor në atë aferë. Dhe i them, mos u lodh, se çfarëdo përpjekje që të bësh dhe çdo lloj lobimi, ajo dosje nuk mbyllet kurrë. Ajo mbyllet vetëm pasi ti të shkosh tek McGonigal. Rruga e vetme e mbylljes është ndarja e krimit dhe përgjegjësisë për krimin me McGonigal. Faleminderit.